Po pse kryeministri jo? Pa drejtësisë bën dot asnjë hap. Pikërisht. Këta në koordinim. Koka e korrupsionit, koka e... Se janë në koordinim? Sepse gjaketat e gjykatës, gjaketat e vjetra i ka komanduar me kohë dhe i ka emëruar Saliu dhe Meta. Ka dhe këtë ti, aty i ka. Nuk ka të nomenklaturën e partisë punës, si ka aty në... Unë po temi gjë kaq. Asi gjë s'ka përvoluar me këtë. Më thuj, çfarë raste përveç se gjithë shka po shkon mirë, gjithë shka po ndërtohet. E ke parë Tiranën në qendër si ishte një, më falë për shpreh, një hale. E çfarë është sot, me ato kullat e bukura me të gjitha, me atë sheshin e bukur që qarkullonin vetëm makinat vërtet. Janë të bukura ato kullat, të pëlqej. Po, i ka Parisi, i ka Londra, i kanë të gjitha kryeqytetet. Se ka se u krahasoj me Parisin e me Londrës, po deshe, lem. Unë kam qenë atje. Kam respekt, zotëri. Edhe unë kam qenë në Paris. Edhe unë kam qenë, në Londër jo, por në Paris kam qenë. Dhe në Berlin kam qenë. Dhe në Munich kam qenë. Mos e kap të kullat. Kullat, për atër së vërtet e dikush po i ndërton. Ata që kanë lekët e djeshme. Ku i jetin lekët? Saliu përpyete. Ku i jetin lekët? I pari i biri ti po ndërton. Dhe të tjerët janë bas ti. E di këtë? Jo se di. Po ja pra mësoa. Të gjithë media thonë. Media është një gjë dhe shteti është një gjë tjetër. Unë dua të dëgjoj drejtësinë, të dëgjoj prokurorin, të dëgjoj hetuesin, të dëgjoj policin që thotë këtë e përzatë. Ja të kemi drejtësinë në problemin e ish klubit Partizani. Ka 3-5 vjetë sa ka, është ngritur akuza, janë ngritur të gjitha struktura. Po vete nga vete, mërë zotri, dhe vjen të drejtësia, të ka të që të thashun. Po, aty po vjen. Po mos kërkot ku është pra drejtësia? Ska. Po s'ka, atëre hajde ta bëjmë. Me qa ta bëjmë? Duke vajtë në Basaliut. Mua ma thua këtë. Po ty se ti avokat. E ke pas Saliut. Unë si avokat, të falemderit. Mirë. Po me që se di, unë jam i vetë një avokat që kam thënë që krimet i bën drejtësia. Për mua ti duhet ishe gjykatës. Po jo, po së më duan. Jo, zotri, jo, po prishpunun. Kjo është mafja. Po prishpunun. Kjo është mafja. Mua më kanë penges në rrugën e tyre. I dashur Zaçe, kjo palodrejtësi që ne me të drejt thamë se na erdhi një drejtësi e re, unë me ndoj se po shkon në bazë drejtësisë së vjetër. Dalojnë qikë, se ta prevallafin gjitha ato herë. Po kam të drejt që ta preslafin. Po, pa tjetër. Në 2015-ën, u hapë për parë fjalla, ose u shtrua problemi reformës në drejtësi. Kam qenë i ftuar të Bejdo Malua në emisionin Aktualitet në Mosgaboj. Dhe them kështu. Unë po ju them qytetarëve shqiptarë që nuk as do bëhet, as nuk do ketë kurrës reform të mirëfillt në drejtësi. Po pse? Do ta them. Në kohën e Jezu Krishtit ishte një grua e përdalë që quhej Maria Magdalena. E kemi pa. Dhe u vendos, me qenë se ishte e përdalë, vendosin që ta vrisin ta gurësonin në grop. Dhe kur umblodhën gjithë burrat e fshatit atje në atë rreth asaj gropës për të ekzekutuar Maria Magdalenën, vatet e profesori Jezuj, dhe tha, "Jeni gati tërë,